Mirëmëngjes të dashur Pricjap, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është Empress Perandoresha, që është goxha letër e bukur. Me një fjalë, frutet janë gati. Është koha të veprosh dhe të lindësh diçka tënden. Tani kjo mund të jetë më shumë në punë, mund të jetë në ide, një ndjesi, një projekt, një dëshirë që ka kohë që po rritet brenda teje, apo duke bluar nëpër kokë. Tani është koha të mos e mbash më brenda, por ta shprehësh, ta ndërtosh dhe t'i japësh jetë. Ju të dashur Pricjapër e dini që vetë jeni qelësi i çdo gjëje. Nuk ka rëndësi është një projekt artistik, një ide biznesi, një shtëpi që do të ndërtosh, apo një marrëdhënie që do të ushesh. Kjo letër të thot, ti ke gjithçka që të duhet, prandaj ec dhe vepro të dashur. Merr hapa të dukshëm për të çuar përpara atë që ke në mendje. Mos i mbaj gjërat më në sirtar. Beso që universi do të sjellë mbështetjen dhe bollokun, por vetëm pasi të marrësh hapa konkret. Diçka duhet bërë këtu të dashur që po pritet për të dhënë apo për të servuar, universi. Pra, je burim krijimi, jo vetëm që ndron, por je aftë të bësh ëndrat realitet. Me bukuri, me butësi, me forcë të mbrëmshme. Absolutisht është në dorën e juaj. Çfarëdo që duhet bërë tani për të marrë gjithat fitim, bëjeni dhe mos keni frikë. Mos i lëni ëndrat e juaja në sirtar, të dashur Pricjapër.